Po, ndëgjo, kjo na të lumt na mas pari mas pari, duhet jemi shumë të lumtur që na ka radha për më bon në Fatil Vohrin më lujt shtetet më të fuqishme të Evropës edhe disa herë me dal fitues na. Kjo nuk diskutohet kurr. Por ky rasti nuk është mirë mu polemizua shumë, as mu politizua shumë, se po fitohet bindja se edhe këtu është politik. Po unë se mendoj as një minutë që është politik në sport, as ma tepër nesër nevojitet politika të sporti. Unë e bëj dy varianta, dy verzione të zotëri Granit Xhaka, që e adhuroj pafundësisht, ne e adhurojmë të gjitha ato, e duam shumë por. Ai sipas me gjithmonë, ndoshta po gabon, një serb apo një shka që po i thojmë ne të gjithë nuk do të kishte lujt kundër serbëve të vet, sipas me gjithmonë, dhe dyta ky kishte një shans që ose të luaj me një gjysmë force ose mos luaj fare dhe të deklarohet nëse lejohet me ato konventa të sporteve të Evropës atje që është EBU-a, çka është ajo, FIFA e futbollit, që unë nuk kam dëshirë dhe unë anuloj këtë ndeshje për shkak se s'duhet të bëj gol ose s'duhet të mposh vendin tim ose shtetin tim ose Kosovën, nuk duhet se për shkak ata irritohen të gjithë dhe ka qenë një farë euforia aty ai farë proteste dhe kjo s'ka të bëj është Xhaka i PDK-s, është Xhaka i LDK-s, është i Aleancës, Xhaka shqiptar dhe shqiptari fort, ne e duam të gjithë, por ai emocion mund të kuptohet dhe edhe një herë përsëri s'ka mund mi bë disa sekvenca aty që mos të tregoj kvalitetin për shkak se ka luajt kundër vendit vet. Dhe nëse është ai vendi ton, atëherë duhet bënte diçka për vendin ton. Kjo gjithmonë sipas meje. Unë nuk krahasona me mendimin që edhe të tjerë, por e thash mendimin tim. Po, shumë e vend. Faleminderit shumë zotëri Ganet, përshëndes shumë.